Më erdhi në vëmendje tash. Kush kjo? I dallimi dys shqiptarëve të Shqipërisë dhe shqiptarëve të Kosovës. Shumë gradualisht rriten këta shqiptarët e Kosovës. Vinë luajnë një herë te Partizani, pastaj shkojnë me një ekip në Poloni. Pastaj kur i shef te Fenerbahçe, pastaj kur i shef bën 55% golave ka bota Muriqi. Ti ka ardhe te Besa. Muriqi. Ose Adami Ramani që filloi Partizani. Te Besa dhe te Teuta. Te Interi, Muriqi nuk do lundë as i ditë jetës vet. Po. Drejt. Ka ec gradualisht, u rrit gradualisht, tash është legjenda të klub futbolli që është dhe shumë produktiv me ekipin kombëtar të vendit vet, është rrit si futbollist. Po pra, edhe ai mund shkojë në ekip mall tani. Sa vjeç është Muriqi? 29. Tani mund të luajë Pirati. Pirati i Ishull. Ka emrin njëri, Aslani ka tjetri, po ai Aslani i Kosovës, ai merr metra. Fisniku. Merr metra për shkut e portë e kundërshtarit, ky i joni me vrap të qendërmbrojtësa ta marri topin zonë të lirë. Shikon sa ndryshojmë kur të rrenë menja që ti të shkosh rush te Interi që 18 vjeç, rritu gradualisht e kërkojnë gjithë Aslanin e Kosovës tash. Kërkojnë këtë që duam ne për në ekip kombëtar, Shkodranin tjetër. E kërkojnë ekipet më të mira sepse janë rritur gradualisht. Dhe nuk kanë humbur orët e punës, nuk kanë falur ndeshje për të lozur. Jo më 4 vite duke ne në stol rezervave se unë jam një ekip madh. Edhe po tani sulmuesi joni kombëtar. Ore Silvinho tani është me dhimbje koke me këto gjithë këto që nuk po i luajnë futbollistët. Nuk luan njëri, tjetri s'ka ekip, tjetri është i vrarë, Aslani ka lviz nga ekipi. Çfarë ndodh tani? Në fakt dhimbje koke do jetë për ne shqiptarët se Silvinho këtë ka një justifikim shumë të mirë. Për ne shqiptarët do jetë dhimbje koke të madhe se ne ndjejmë dhe vuajmë, nuk them se vuan asaj, po vetëm profesionalisht. Me shpirt në... Po pse ne kemi lojtarë të mirë tani? Nuk janë gati për me Ditmar edhe Flori? Si jemi gati 2 muaj para ndeshjeve më të rëndësishme tona? Si jemi gati? Rreth 60% e ekipit është pa skuadër ose i pa stabilizuar dhe ata që janë nëpër skuadra nuk luajnë informacion, s'kan metra në kambo altin. Nuk e zëvendëson dot këta. Ajeti po loz, Gjymshiti po loz, Mite po loz, Hyse po loz. Po, ajde që më përmene? Strakosha po luan, sot ishe super form. Në barazimin 1-1 me Olympiakosin. Si? Hysa e s'pëllu më burë. Balliu, Hysa dhe Balliu. Po Hysa e është formacion me Polonin, nuk do luj Balliu tani, ta them unë që tani. Po pëse thotim? Pa le tani, ka tani. Ndeshje më të rëndësishme, do luj rekordmeni, tani... Silvinho duhet... Logike, është logike që do luj Hyse. Po që se s'to zërin mars, do lozi Hysej. Edhe në prill më. Po Hyse me do luj. Ka një zgjidhje tjetër që... Qa zgjidhje ka? Gjithë ndeshje të rëndësishme Hyse ka luj. Po, Hyse do lozin ndeshjen e parë. Do zoti fitojmë, kualifikohemi, po ndeshjen e dytë duhet planifikuar, sepse duke... Ku ndeshjen e dytë? Ndeshjen e dytë me Suedin ose me... Ukrainë. Po, kaloj mirë të parë? Një minutë, nuk bëhen llogaritshëm. Bëj mirë të parë, në burit dhe... Silvinho duhet... Si bëhen llogaritshëm? Llogarit bëhen, domethënë... Po se kujtoti se Silvinho po mendon ndeshjen e dytë? Po pse s'po mendon? Po ku e di ti që po e mendon? Po jo, ashtu duhen bërë llogarit. Po mirë, po ku e di? Bën llogarit, bëj sipër. E di çat është... Ditmari tha me drejt. Ajo që thotë trajnerët thonë do shikojnë ndeshjen e radhës, nuk thonë do shikojnë radhës. Po ndeshja e radhës, që të jetë ndeshja e radhës në top formë i lojtar, duhet të ketë minimumi 4 javë përpara. 4 javë përpara nuk mund mendoj ai për ndeshjen tjetër tani, se s'është kampionat o vlla. 4 javë përpara ndeshjes duhet të jesh informacion. 4 deri në 8 javë para se ti veten Po minimumi 4 javë. Telefoni duhet të kesh edhe mendoj edhe Aslani, një nga arsyet që shkoi ke Beşiktashi duhet lozë informacion që të jetë lojtari kryesor. Sepse ke lojtarë cilët... Ai e ka të vështirë, nuk është kollaj Beşiktashit... Prandaj bëra pyetjen. Thash do lozë informacion. Po problemi është disa lojtarë nuk ka luj. Mita ka pas probleme. Jo, Mita luti, sot luti shumë. Po mirë, luti sot, po gjatë gjithë sa kohë ka pas probleme. Nuk ka pas probleme fizike. Kuptor, jo, probleme... Probleme janë ngarkesa... Gjimshiti ka pas probleme, Ismaili ka pas probleme. Për fat mirë të Zotit Altin, ne kemi prapavi të konsolidume, si ekip. Këtë do të fusësh nga lojtarët e prapavijës tonë, mbrojtjes po flasim, si mbrojtësa nuk ndryshojnë nga njëri tjetri me 5-10% ndryshojnë nga njëri tjetri. Nuk ka një diferencë madhe, janë gjithë të një niveli cilësor, mesatar. Problemin ne kemi të gjysma e fushës e para. Kemi problem me ata që duhet marrin topin nga mbrojtja dhe ta përcjellin drejt sulmit. Ne na mungon fantazisti,
Na mungon lojtari që e merr topin. Aslani. Ja, nuk e Aslani e vendos. merr topin për të luajtur me pas anësore vlla. Është horizontal. Vjen e merr Ai ishte pra organizatori për Shqipërisë. La prat marrë çik. Ai bëri golin si Prandaj- golin në Andorra, kush e bëri? Aslani e bëri. Prandaj s'kemi bë as i gol me mendim, janë gole rasor. S'kemi vajt, ne nuk e dim se si luajmë mësur. Ne shkojmë mbi Pasën pas ka të mirë. aktive individuale të lojtarëve. Pasën ka të mirë. Kush shqiptar e di? Cila është mënyra jomë e të shkuarit në sulm? Kush specialist futboll e di? Zero. Kush Ma çfarë stili lojën? Kush vertikalizon më mirë nga ekipi kombëtar? Një lojtar më thuaj një. Më keni Përveç Aslanit, përveç më Aslanit, keni habitur. përveç Aslanit, Aslani do të losi çik. përveç Aslanit një. Po Aslani vertikalizove. Aslani ka probleme fizike, po pasin dhe vertikalizimin. Nuk më hyn punë mua, shumë merr një aktor cirku se xhonglon topin. Po do trajneri më burr. E ma topin, po palegjët. I thot trajneri, trajneri e kërkon gjithmonë. Momentin që merr top që ndërmbrojt si futet të treshe. Kujde ajellesh pas në gjatim qafsh. Brojës. Brojës. Ku më e ke ansore? Po pse më ansore shikoj? Po fare o zero, kur ke dalë me Për paktën me formën aktuale. Nuk ndryshon struktura për të ndeshje se do të e gabim. kthen edhe topin brapa, pra ideja ka frikë të vazhdojë. Se po na flet regjizori, po na i thot, edhe mua dhe Nikolis të dyve, na tha edhe herën e parë, regjizorin e kemi ish futbollist, na i thot ai. Regjizori. Përshëndesim. Ja themi emrin aja. Po ja themi burrë, ish futbollist Dinamo. Po pse ja themi emrin një, duhet i marrim leja herën tjetër. Jo mbi emrin, di themi Jo, me Dinamon. Të dëja, është me të dëpër. Nëse Aslani do lozi me Beşiktaş informacion për këtë periudhë deri në ndeshjen që kemi në Poloni, është jashtëzakonisht pozitive për skuadrën tonë sepse ai ka eksperiencë Ai mbetet i rëndësishëm për skuadrën tonë, se s'kemi tjetër. E dyta, unë mendoj që ndeshja që do jetë në Poloni do më thënë jashtëzakonisht një administrim shumë të mirë topit, do ekonomi brenda skuadrës dhe e dyta ajo që është më kryesore, ne do t'i japim hapësirë Polonisë që ta Okej, mirë, t'i japim edhe pak hapësirë Emanuel Locit në këtë lidhje për sa i përket të rejave më të fundit nga vendi dhe bota. Emanuel, përshëndetje. Përshëndetje Altin, Nikoj dhe të ftuarit në studio. Po. Po e nis me njëherë me Besnik Hasin, lajmi orëve të fundit, tregon se Anderleti ka shkarkuar trajnerin shqiptar. Vendimi u mor pas 5 ndeshjeve radhazi ku Anderletit i mungonte fitoria. Ishin konkretisht 3 humbje dhe 2 barazime që e nxorën Anderletin nga gara për titull kampion. U largua dhe Asi, e? Po, Një që kishim shqiptar që ishte në ekip madh, edhe ka lujt dhe ishte trajner dhe aty e hoqën. Po, Hasi ishte në krye të Anderletit që nga marsi kaluar në 43 ndeshje, regjistroi 18 fitore dhe 16 humbje. Pjesa tjetër ishin barazime, ndërsa e mori, duhet thënë, ekipin në një moment mjaft vështirë në sezonin e kaluar, por këtë sezon e lë si vendi 4. Për të kthyer në Turqi, aty ku duket se është një vend i preferuar për lojtarët e kombëtares. Kristian Aslani, siç dihet, firmosi me Beşiktaşin dhe mori karton të kuq pas vetëm pak minutash në debutim ku aktivizua si zëvendësues. Po pra se e takuan, e takoi edhe me atë Rashicën, edhe i thoshte ai çaj ke Kardashi tha ai. Po, i e tha kam vllatha. Po. Duhet thënë se trajneri i doli në mbrojtje, ose më saktë hapi polemika në Turqi me deklaratën e tij, pasi tha se kur na ndodh ne është një karton i kuq, kur i ndodh kundërshtarëve është i verdh. Kjo referuar kartonit të kuq që Aslani mori në ndërhyrjen e parë. Është kartoni i parë i kuq që merr Aslani në karrierën e tij si profesionist, pasi nuk e kishte provuar si ndjesjas tek Empoli, tek Interi apo Torino së fundmi. Po. Për të mbetur në Turqi, pra Rejmanaj firmosi me Sivasporin duke bërë një zgjedhje zemre dhe janë zbuluar detajet për sa i përket pagës që do përfitoje. Sa merr? Bëhet fjalë për një shifër të konsiderueshme, pasi deri në fund të sezonit Rejmanaj do fitojë 950.000 euro. Një shifër së cilës do i shtohet 200.000 euro nëse Sivaspori arrin të kthehet në elitën e futbollit turk. Emanuel, po kishin vajtur shumë të prisin në aeroport. Qindra tifos që e pritën Rejmanaj në aeroport, por diçka që dije faktikisht, pasi ishte vetë Manaj i cili i bëri... Bici, dëgjohesh, Bici, ose futu tamam. Po Emanueli tha 100, 2000, numri sakt. Sa? 2000 tifos. Jo, faktikisht jo. 2000 ishte numri që kërkoi Rejmanaj të ishin në aeroport. Po, nuk ishin 2000. Po, nuk 2000 ishin tonë. 2000. Ishin disa qindra tifos. Okej, tani si kemi numëruar asnjëri. Dimi lajmit, Si? media turke. Sabag. Okej, eci me Emanuel. Ndërkohë nëse Sivaspori ngjitet, sërish paga do të jetë e bujshme për Manin, pasi do të përfitojë 2 milion euro në elitën e futbollit turk në edicionin e ardhshëm. Ngjitja mund vije vetëm përmes play-offit.
për mbetur të liga parë turke, aty ku do të luajë Manaj, që nuk luajti faktikisht pasi Sivaspori nuk e ka regjistruar në kohë duke qenë se është një limit i numrit të lojtarëve të huaj që lejohet, që është 14 dhe Sivaspori e ka plotësuar këtë shifër, pra fillimisht duhet të largojë një lojtar. Por për të mbetur në ligën e parë turke dohet prekja Taulat Seferin, sulmuesin e kombëtarës, i cili nuk u ftua në vitin 2025 nga trajneri Silvinho. Seferi bie në sy për golin e radhës që shënoi në javën e fundit, i cili është i 12-i në 22 javë kampionat ku ka asistuar dhe 4 gola të tjerë. Kjo është një shifër mjaft pozitive, pra Seferi është në qendër të vëmendjes sa i përket formës, ndoshta mund të jetë edhe qendër sulmuesi më në formë i kombëtares aktualisht, ndërsa luan në kategorinë e dytë për nga rëndësia e futbollit turk. Për të prekur edhe Maldini Kacurin, i cili befasoi me ekipin e ri, Arsenali e shiti te Grimsby Town në kategorinë e 5 ose ndryshe League 2 në Angli. Pra ndryshe nga se pritej që Kacuri të huazoi, ishte një transferim deri në vitin 2027. Sërish në Angli është një lajm i rënd për Rokovatën, i cili ka mbyllur sezonin, mbas një dëmtimi të cilin e kaloi pas rreth 7 javësh. Vata u dëmtua në ndeshjen e dytë pas rikthimit, dhe ky dëmtimi i dytë, që është sërish në kofshën e djathtë, ka rezultuar fatal për të, duke qenë se duhet të bëjë një operacion dhe do të qëndrojë jashtë fushës së blet. Ma shpjegoj që këtë me Bicuka, që vjen të Partizani, bëhet nami, njerë donin tablinën të Astanës, që donin lekët e dynjas, pastaj ikun verë me zi nxorën dokumentat, tanim duket e shitën apo e huazuan, çfarë ndodhi? Binsuka është huazuar te flamurtari, është një sulmues tek i cili klubi ka investuar shumë, ka spikatur në edicionin e parë si huazim te Drenica, dhe duket se drejtuesit kanë besim që duke i dhënë një tjetër mundësi si huazim, mbas 3 viteve, do të vijë sërish forma e tij e mirë. Emanuel, ai futbollisti luan vetëm në qendër të sulmit. Po e futet djathtas, nuk është për atë punë, se nuk është as i shpejt, nuk ka as triblim, nuk bën as veprime të tjera. Ai ishte kur luti atëherë që bëri 10 gole te Partizani, vetëm qendër, tak, e gjute dhe me Astanën atëherë gjithë me radhë ashtu ishte. Më falë që të nërpres, por kishte fatin faktikisht Binsuka, pasi këtë herë nuk është se është furnizuar aq shumë me topa, ai pikën e forte kishte goditet me kokë, dhe nuk është se është furnizuar. Po ai luan Kramer zotrik, po duhet luajë qendër që të ashtu, ose mos e fut fare, huazohet shumë mirë në një ekip tjetër. Nuk luan dot. Disa futbollistë janë të prertë, vështirë janë ata që janë polivalent që luajnë në shumë. Okej, lajmin e fundit Emanuel ta mbyllim. Lajmi i fundit ishte Besnik Hasi, që ishte domethënë lajmi i orëve të fundit. Po, i tmerrshëm fare për sa i përket. Në lëvizje tjetër ka në kampionatin shqiptar në një lojtar? Në kampionatin shqiptar thjesht pritet që Bekaj të marrë letrat nga ekipi Hatayspor në ligën e parë turke për të federuar tek Tirana, dhe duket se klubet janë figuruar. Duhet të thënë se Mercato është mbyllur me datë 31 janar, por mund të regjistrohen akoma lojtarë që janë pa ekip. Jo, që janë pa ekip dhe mund të federohen akoma tek ekipet superiores. Mirë. Po, kjo ishte. Mirë, faleminderit Emanuel Lotsi për gjithë informacionet dhe zhvillimet e fundit që janë në vend dhe jo vetëm. Po, ne jemi drejt fundit. Jemi te Berti. Ku jemi? Akoma do ndalemi pak te klinika dentare Berti. Po. Klinika dentare Berti është një qendër bashkëkohore e shërbimeve stomatologjike drejtuar nga doktor Albert Demushi, një mjek i njohur dhe fitues i shumë çmimeve, profesionist sa i takon stomatologjisë. Klinika dentare Berti synon të krijojë një ambient të ngrohtë dhe të besueshëm ku çdo pacient ndjehet i qetë dhe i sigurt për shëndetin e tij oral, me një staf të jashtëzakonshëm i cili kujdeset në çdo detaj sa i takon secilit pacient i cili bëhet pjesë e tyre. Adresa Pallatit e Reja Varr. Mirë, faleminderit Zhupa Alliu, faleminderit Bicaj dhe Flori, faleminderit që ishit me ne. Ne do jemi sërish këtu. Ditën e diel. Mos harroni, të javën shkoni te Matrix, stërvitur një atje se është mirë dhe në qendër Tiranës, dielën Mega Sport. Na ndiqin ne. Natën e mirë.